nesër natyrisht është ditë e zgjedhjeve në përfaqësi diplomatike dhe unë uroj të gjithë votuesve aty po dhe stafi që t'ja kalojnë sa më mirë dhe që procesi të ecën në rregull. Ne si KQZ kemi ndërmarrë, siç e tha dhe Besniku dhe siç i dimë dhe ne, gjatë tyre ditëve që kemi punuar intensivisht këtë pjesë, kemi bërë gjitha përgatitjet e nevojshme në mënyrë që qytetarët të realizojnë të drejtën e tyre për të votuar ata që janë regjistruar pa suksesshëm në përfaqësi diplomatike, si dhe gjithashtu gjatë ditës së zgjedhjeve këtu, pra me 7 qershor, çështja që ndoshta është diskutuar edhe më herët ka qenë votimi me asistencë dhe në bazë të procedurave që janë të çarshme dhe duhet janë ndoshta edhe më të çarshme. Kjo është pjesa e informimit që unë deshta ta bëj me dije pra si divizionit informimit apo sekretariatit që ta bëjnë më shumë, që ka të bëjë me votimin me asistencë dhe asistimin në vendvotim. Janë të ndara, janë të përcaktuara kategori të ngushta që lejohen për të votuar me asistencë dhe kategori tjera të cilat nëse kanë nevojë, kanë vështirësi në lëvizje, mund të asistohen deri te kabina e votimit nga asistuesit, por që gjatë procesit të votimit nuk guxon askush me qëndru afër, pra qytetarët e realizojnë të drejtën e tyre në mënyrë të pavarur dhe bazuar në parimin e fshehtësisë së votës. Për këto janë informuar të gjithë trajnuesit, janë trajnuar, KQZ janë të informuara gjatë procesit trajnimit SPAKU, kështu raporti thot, dhe natyrisht edhe në bazë të observimeve që kemi bërë në disa komuna, janë qartësuar këto dhe uroj që gjatë këtij procesi zgjedhor të mos kemi ndonjë hamendësim. Gjithashtu e dim që edhe tek u përmend shifra prej 3.000 e sa personave që janë regjistruar me votim me nevojat veçanta, pra edhe aty një numër i tyre, përveç atyre që votojnë në institucione, qoftë spitalore apo në qendrat e mbajtjes, është edhe një kategori e cila është një numër më i madh që vjen prej lehtësirave që i kemi bërë, pra të regjistrimit të persona mbi moshën 80 vjeçare, të cilët kanë mund të regjistrohen që të votojnë në shtëpi, pra përmes votimit me ekipe mobile dhe të cilët nuk kanë pasur fare nevojë që të ofrojnë ndonjë dokument shëndetësor, po ka mjaftuar letë njoftimi mosha e tyre dhe me automatizëm ata janë pranuar si votues me nevojat veçanta përmes ekipe me mobile në shtëpitë e tyre. Pra është një përmirësim i dukshëm në këtë aspekt, po edhe ne po potencoj një informim më i madh në lidhje me këto do duhet të ndodhte sot edhe nesër, edhe për sa i përket mënyrës së votimit, edhe sa i përket pjesës votimit me asistencë dhe asistimit në vend votim. Drejtori, ju përgëzoj edhe për raportin, mirë po edhe për veprimet që i keni bërë në mënyrë që procesi i votimit me datën 6 në diasporë dhe me datën 7 në Kosovë të kalojë siç duhet. Fatkeqësisht ne brenda 12 muajve po i mbajmë pothuajse 4 palë zgjedhje dhe natyrisht që gjithçka vështirësohet për shkak të shpejtësisë së tyre. U fol këtu edhe për votimin me asistencë dhe për asistimin në votim, po mendoj që duhet thuhet për shkakun që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akoma nuk e ka gjetë një zgjidhje se si do t'i trajtoj personat që nuk din shkrim lexim. Besoj për shkakun që kjo do të duhej të ishte njëra prej detyrave dhe sfidave të radhës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që t'i gjej zgjidhje në minimalisht zgjedhjet që vijnë. Shkurt, edhe një çështje ndoshta drejtore do të si ozim. Ne e dim që në zgjedhjet e kaluara veç mas me ndonjë shkurt e kemi pas një fenomen të ekipe mobile që ka ndodhur që edhe jashtë orarit parapon me ligj kanë qenë për spitale apo vende të ndryshme për që kanë zhvilluar procesin e votimit. Ekipet mobile do të me fillu punën në ora 7 mëngjes, siç fillon, qysh hapet dhe qysh mbyllet vendvotimi me ligj dhe askush nuk mund mënyrë që t'ju rekomandohet atyne që mos harrojnë që me kohë me fillu punën edhe me kohë që që thët edhe ligji me mbyll procesin e votimit. Mos na përsëritin çështje të tilla sepse pastaj edhe ndikon edhe në besueshmërinë e procesit. Faleminderit.
Po marrë shkas prej zotit Nitaj se tha që mos të keq kuptohet kur flitet për zgjidhje, për këto zgjedhje, pra është bërë zgjidhja dhe ato janë në kuadër të procedurave. I ftoj gjithë qytetarët që mund të kenë prindër familjar që konsiderohen që nuk din shkrim lexim, ti njoftojnë mbi procedurat e votimit paraprakisht, sepse nuk lejohet asistimi për personat që nuk din shkrim lexim ose që pretendohet se nuk din. Sepse kjo formë në fund fundit është keq përdorur jashtë masën procesit e kaluara zgjedhore, andaj edhe vetë natyra e flet votimit i ka të qarta gjitha specifikat dhe mënyrat për të identifikuar si subjekti ashtu edhe kandidatët, se cili subjekt politik e ka logon e tij apo të saj brenda flet votimit dhe dallimi është shumë i qartë. Krejt çka duhet bëjnë votuesit është vendosja e një tiku apo X-i brenda kutisë, pra katrorit pranë secilit subjekt politik që letë është i identifikueshëm dhe pastaj deri në 10 kandidatë në pjesën e djathtë të bie të flet votimit, ku prap janë numra dhe janë letë të identifikueshëm. Po sido që tjetë, i ftoj edhe njëherë qytetarët që nëse konsiderojnë se kanë familjar që nuk e kanë të qartë mënyrën e votimit, përveç produkteve tona të informimit, të informojnë letë që kjo është procedura në mënyrë që pastaj mos të kanë probleme gjatë procesit të votimit dhe besoni se jo, krejt ky proces themi i mësimit se si të votohet nuk merr më shumë se sa 1 minutë. Pra t'ja kushtojnë nga 1 minutë familjarëve të tyre para se t'i dërgojnë ata në qendra votimi apo në vend votim. Jo për ta kundërshtu kolegun tim, me pjesën e parë pajtohem kategoria e personave që nuk din shkrim lexim, fatkeqësisht në zgjedhjet e kaluara është shfrytzuar si një mekanizëm për abuzim me këtë të drejtë. Mirë, po nuk besoj që në emër të abuzimit ne duhet ta gjejmë një formull tjetër, edhe fakti që një person nuk din shkrim lexim në kabinën e votimit është vetëm, është bukur problematike për të realizuar drejtën e votës. Duhet që në periudhën e ardhshme këtë kategori ta vendosim në kategorinë e personave me nevoja të veçanta, personat që nuk din shkrim lexim. Besoj, do me thonë janë persona me nevoja të veçanta dhe kërkojnë një asistencë që ju mundson atyne ta realizojnë drejtën. E kuptoj për shembull që ndoshta me improvizime, me këshilla do të mund të realizohet deri në përqindje të caktuar e drejta e tyre, mirë po pothuajse është e pamundur që një person që nuk din shkrim lexim ta realizojë drejtën e vet në kutinë e votimit vetëm.